Do kalojmë në një personazh tjetër? Kalojmë në një fushën e artit, një zonjë nderuar, mjeshtre e madhe, aktoria Drande Xhaj. Në një kartolinë të vogël të bukur të këndshme të marra në ambientin e teatrit Migjenit, aktoria uron të gjithë shqiptarët, jo vetëm brenda Republikës së Shqipërisë, por kudo që ata ndodhen dhe janë duke ndjekur kartolinën. Një mike e përhershme e emisionit tonë, në rrethanat të tjera po bëhet intervista, konkluzioni për 2025-ën. Në fund fare, Drande Xhaj, çfarë mendimi ka? Si i shkoj tek i shkoj? Po mos e haro, nga janari në dhjetor, se zakonisht mbaj mend të fundit. Po. Atëherë, 2025 ka një vit shumë i suksesshëm, me angazhime shumë të mëdha. Kam fitu 2 çmime si regjizore me Qendrën Kulturore të Fëmijëve, një në festivalin e 1001 dritareve në Berat, edhe një tjetër në festival ndërkombëtar në Zagreb me 11 trupa nga disa shtetet e Europës dhe nga Shqipëria, Kosova, por edhe ato ishte një përfaqësim mjaft dinjitoz i të gjitha trupave, por shfaqja jonë bani diferencën. Jam shumë e lumtur. Një lumturi që e ke jo vetëm ti, po gjithë Shkodranën, se në fundit ti përfaqëson Shkodrën edhe i rrit reputacionin këtij vendi. Sigurisht, por më e rëndësishmja është sepse fëmijët janë gëzu kaq shumë e me pa gëzimin në sytë e fëmijëve, nuk kishte gjë më të bukur edhe emocion më i mrekullueshëm nuk ka ku shkon. Për mua herë satisfaksion shumë i madh, gëzimi i fëmijëve. Bravo, 2 çmime të fituar që do thotë Shkodra që ka thesar për të nxjerrë talente. Po me një regjizore si unë me motor. Ja, po pra, sa duhet edhe personi që ti drejtojë, mjeshtra që ti thotë se çfarë do të bëjnë, duhet i mësoj pra. Po isha ka po janë fëmijë shumë talentuar. Është edhe qytet. Po punë me punë kena punu shumë jashtë mase shumë. Me ta. Pa. Sepse fëmijët nuk janë mësuar me bë vepra të mëdha. Tani jemi në dhjetor, impenjativ dhe dhjetori. Edhe dhjetori shumë impenjativ. Mram filloi festivali kombëtar i humorit. Mram ishte nata e parë, salla është gjithmonë e tej mushun, nuk kishte asnjë karrik bosh, edhe janë shit biletat edhe për natën e fundit. Mendoj se çfarë interesimit kanë shkodranët për humorin, sepse në Shkodër është shtëpia e humorit. Festival kolegu jot, me keqardhje, gati sa nuk qante, që në Durrës nuk kemi aktivitete të tilla dhe ai emocionoi që Shkodra e ka. Jemi në nivelin lartësinë e duhur për organizime të humorit apo duhet edhe më shumë Drane? Fatmirësisht e treguam edhe kësaj rradhe dhe Arjan Çuliçi ja arriti edhe një herë që të bëj një fest për marrë qytetin e Shkodrës, sepse një premier humorit është fest për gjithë qytetin e Shkodrës. Cili do të ishte viti i ri më ideal për ty? Ma përshkruaj praksi, Drane, për të kalu bukur një vit ri, do donte 1, 2, 3, 4 gjëra. Paratë, thonë drejten. Mas gjitha lodhjeve të vitit 2025, me thënë drejten, sepse angazhimet nuk kanë marrua lo, me datën 20 shkojmë në Itali, me datën 27 sofra shkodrane. Dhe me thonë, me nuk është rrisi për ty, me këtë rritëm jetë, gjithmonë. Vjen një kohë dhe lodhja banë punën e vetë. Jo, se thuaj fare, më në formë, unë të shohë më në formë se asë njerë. Faleminderit, se po më motivon për me kënë në formë, shumë formë. E kam seriozisht, Drane, i e këtë në formë. Edhe natën e vitit të ri jam angazhume, natën e vitit të ri, do të festoj në një event që më kanë ftu atje, edhe unë mrapa në janar, ditë e parat janarit do të kisha dasht mu largu krejt, me shku në një vend. Ku është ai vendi? Na e thuaj, ku do donte Drane të shkonte, të pushonte mbas gjithë asaj lodhje? Unë do të kisha dasht me shku se më kanë ftu në Milano, me thënë drejten. Edhe njërë do shosh në Itali? Me 20 kina angazhim, kurse në Milano më kanë ftu thjesht për qef. Do ta kisha pas shumë me qef, me shku një herë, mu qetësu, mu relaksu. Kush të prejt atje? Me njerëz apo vetëm? Jo, me njerëz, me festu me njerëz. Pra ti prap do t'jesh me njerëz dhe prap për ty është ideale kjo gjë? Prap. Po je njëri i shoqërisë dhe i batutave dhe i humorit, si gjithmonë. Po, kështu mendoj edhe unë, për derisa më ftojnë. Patjetër, një uri për të gjithë shqiptarët, jo vetëm shkodranët. Atëherë, për të gjithë shqiptarët, urimi jem nga zemra është një vit sa më i marë, me shnetin rrallë të parë dhe të gjitha të tjerat. Për shkodranët, aq më shumë, një vit i mbarë në këtë Shkodrën e bukur që është stolis çdo natë edhe në këtë dhjetor, në
dhe me thonë muaj dimri, Shkodrën e ke plot e përplot me turistë, por edhe me njerëz shkodran që gëzojnë dhe për natë ka koncert atje, mu mbahet zemra mal. Edhe do të thëmë, ma i bukri vend këtë dhe, është Shkodra ku kam le, krenar për te unë jam. Ma të bukur se atë nuk kam. Goja, faleminderit ta kaloj sa më bukur. Faleminderit edhe ju, gëzuar edhe ju.